Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në sheshin më të madh të Shqipërisë, në ditën e festës Partisë Socialiste. Unë do ta nis me djemtë që kam këtu krah meje. Djemtë të cilët dikur bën një këngë që e kujton gjithë fjeri. Një këngë popullore të njohur, të cilët e kthyen dhe e përshtatën për atë kohë kur gjithë rinia këndonte dhe kërcente me ta. Më pas, se gjithë shqiptarët, të cilët kishin një ëndër dhe nuk mund të qëndronin pa e prekur atë, largohen nga Shqipëria për të bërë jetën e tyre diku tjetër. Këta janë miqtë e mi, janë miqtë e mi të Free-MC-s, të cilët jetojnë jashtë trojeve tona, por nuk kanë votuar kur deri më sot. Nuk kanë votuar kur deri më sot, deri në ditën kur e vendosën. Pse e vendosët? Ne vendosëm, unë kam pak emocione, më mirë të flasëron mirim, më falë. Është vërtet, ndjemi jashtëzakonisht të emocionuar dhe të privilegjuar që jemi sot nga të përzgjedhë qarku të Fierit. Falenderojmë. Atëre, si me ato problemet e kalimit të kufirit, Greqia si që dim, nuk ishin votuar kur, dhe votojmë sot sepse na u dha mundësia që të votojmë si emigrant nga atje ku punojmë dhe jetojmë. Dhe falenderojmë Kryeministrin Edi Rama për mundësinë që na dha. Free-MC voton për Partinë Socialiste, ashtu siç do të votojë e gjithë Shqipëria, ashtu siç do të votojë Fieri, Mallakastra, Roskoveci, Patosi, Divjaka, Lushnja, ashtu siç do të votojë çdo shqiptar. Nuk ka më bukur kur mblidhemi të gjithë bashkë. Nuk ka më bukur kur krijojmë këtë energji, e cila shkon në themelet e Shqipërisë. Shkon në themelet e Shqipërisë për t'i forcuar ato dhe për ta çuar këtë vend përpara si vetëm Edi Rama di. Po kërkojmë një mandat 4. Mandati 4 ndoshta duket si shumë për ata që hedhin çdo ditë balë mbi ne. Po ky është mandati shqiptarëve. Ky është mandati i cili do të përmbush një marrëveshje që Edi Rama ka nënshkruar me popullin shqiptar në 2013. Për ta quar Shqipërinë një herë e mirë në Europë. Për t'i bërë shqiptarët antar të Bashkimit Evropian ashtu siç i takon. Shqiptarët që kanë lindur në mes të mesdheut, në zemër të Europës. Shqiptarët që janë më europian se kushdo tjetër. Dhe tashmë është koha që ata t'i bashkohen asaj tryeze, që është tryeza e tyre natyrale. Qarku i Fierit ka një objektiv: 10 mandate deputetësh për t'i ulur në sallën e parlamentit shqiptar. Por ama ne punojmë për më shumë. Siç më tha dhe shoku Gramos sot në mëngjes, priten 11 mandate nga ne. Nëse ne do t'jemi të gjithë bashkë, nëse ne do t'jemi të gjithë shqiptarët për Shqipërinë, me Edi Ramën në krye, nuk ka asgjë që na ndal. Faleminderit gjithëve!